Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Nxënësit e klasës së 7 të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa prezantuan projektin Riciklimi. Sipas nxënësve, riciklimi është një nga mënyrat më të mira për të mbrojtur mjedisin nga mbeturinat. Projekti Riciklimi u prezantua sot nga nxënësit e klasës së 7 të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Nxënësit me anë të këtij projekti tregojnë rëndësinë e riciklimit, që është një nga mënyrat më të mira për të mbrojtur mjedisin nga mbeturinat e botës moderne ku jetojmë. Mbeturinat krijojnë kërcënime ekologjike, të cilat ndikojnë edhe në shëndetin e jetesës, komunitetit, familjeve dhe individëve. Prandaj është e nevojshme mbledhja, ripërpunimi dhe përdorimi i tyre. Një botë moderne, zhvillimi teknologjik industrial, ose përfitime të mëdha për shoqërinë, një nga sfidat më të mëdha që ne përballemi është shkruajtja e mjedisit. Riciklimi është një nga mënyrat më të mira për të mbrojtur mjedisin. Çdo ditë ne krijojmë shumë mbeturina, edhe nëse nuk e menaxhojmë ato si duhet, ato ndosin natyrën. Përmes riciklimit ne mund të përdorojmë materiale si letra, metale dhe plastika, duke kushtuar burime natyrore dhe energjike. Ky projekt që ne kemi përgatitur do të shpjegojë sepse riciklimi është rëndësishëm dhe si mund të ndihmojë secilin për ne. Ende në gjuhën shqipe ne kemi përgatitur një fjalor me temën riciklimit. Fjalët në këtë fjalor janë të vendosura në rend alfabetik. Ja ku është shpjegimi i disa prej tyre. Amballazh është mbështjellësi i produkteve që shpesh riciklohen. Berllog është një material i padobishëm që riciklohet. Cikli jetësor është jetëgjatësia e çdo produkti deri në momentin kur ai është gati për të ricikluar. Dhe dezinfektimi është heqja e mikrobeve nga mbeturinat që janë gati për të ricikluar. Nxënësit projektin e bazuan tek lëndët mësimore dhe e plotësuan me materiale vizive të punuara nga ata dhe me shembuj konkret si veshjet me materialet e ricikluara që i shfaqën para nxënësve, prindërve, mësuesve, të cilët ndoqën me interes prezantimin. Në ndërtore të veshje ne kemi skëcuar në pleta përkatëse. Më pas kemi marrë mjetet dhe kemi ndërtuar. Punën që ne kemi bërë ka qenë një punë grup, ku kryesisht jam përfshirë vajzat, por ndonjëherë na çdo edhe ndihma e tjetër. Tek veshja e parë ne kemi përdorur gazeta dhe kapse metalike. Tek veshja e dytë ne kemi përdorur dy qeska në ngjyra të ndryshme. Tek veshja e tretë dhe katërt kemi përdorur qeskat ku janë gjithë disa të drejta, për të treguar që bota jonë është për ngjyrat e të drejta. Mësuese Anila, e kënaqur nga puna e nxënësve të saj, theksoi bashkëpunimin mes nxënësve dhe mësueses për realizimin e projektit. Doja të thoja faleminderit për vëmendjen dhe që ndoqët këtë projekt. Mbasi ishte pak i shkurtër në kohë, por puna që ne kemi bërë dhe gjitha gjërat që kemi paraqitur këtu, ka qenë produkti dhe qëllimi i këtij projekti. Dhe unë kam ndier nga afër dëshirën e tyre dhe përkushtimin që ata kanë treguar për të realizuar të gjitha këto. Ne kemi pasur një vit, siç e tha edhe Esteri, që mbase ka pasur plot sfida, por ka pasur edhe shumë momente të bukura, edhe ky projekt ishte dëshmi e punës tonë. Në arritje akoma edhe më shumë si grup. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve, prindrit, mësuesit, të gjithë stafin tonë që kanë punuar me nxënësit në lëndët e tyre specifike. Dua të falenderoj edhe unë gjithashtu drejtorinë e shkollës, e cila është gjithmonë afër nesh për të na mbështetur në çdo aktivitet tonin. Dua t'ju uroj si fund viti shkollor pushime të këndshme dhe suksese në vitin e ri shkollor. Mungesa e ujit dëmton kulturat bujqësore në Dushk. Kryetari i Njësisë Administrative Dushk, Afrim Dedej, shprehet se e kanë të pamundur me fondet e tyre të rikonstruktojnë tërësisht rrjetin e kanaleve vaditëse. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë sjellë vështirësi në rritjen e kulturave bujqësore si misër, perime, ullishte, vreshtari e të tjera të mbjella në 1200 hektar në Njësinë Administrative Dushk. Mungesa e ujit për të vaditur kulturat bujqësore është një fenomen i hershëm prej 31 vitesh, por më e rëndë është në 400 hektar të cilat ujiten me rrjedhje të lirë. Mungesa e reshjeve të shiut në këto kushte i çon fermerët në falimentim të plot, pasi marrin vetëm 10% të prodhimit në kushtet aktuale. Historikisht Dushku ka vujtur për vaditjen. Në radhë të parë, kanalet vaditëse nuk funksionojnë në rregull. Edhe jo si shtet, vetëm si shtet, por edhe vetë si ne, si individ, të mbyllura të gjithë. Nuk kam bë pastrime, mos t'i vihet vetëm faji shtetit. Jemi edhe ne si fermerë në radhë të parë fajtor, po edhe uji këtu nuk vjen. Kot që mjellin. Nuk marrin prodhim, mjellje pa vaditje, pa
Këtu ka marru çdo gjë, s'ka as i lloj vaditje, as i lloj ashtu. Gjithë dimër mytemi se s'ka kanal. Gjithë behari s'kemi pikujti. Kemi mërdhif, edhe ne pensionistat, edhe ne do hekim dorë nga kjo punë. Tu ka 35 vjet pa pikën e ujit, dhe misri dhe gruri, deri në 2 kujtal e gjysmë për dëlym. Është skandal fare. T'japi misrit 3 kujtal për dëlym, tu në tërbuf, që duhet, maksimumi duhet 11, 12, deri në 15. Uji thanës ka vajt deri në qerm, kanali kryesor pastrohet çdo vit dhe uji nuk vjen. Bordi i Kullimit në Lushnjë, interesimi ton për këtë situatë disa vjeçare që rëndon mbi fermerët, e justifikon me faktin se rezervat ujore janë rezervuari në thanës dhe mungon rrjeti i kanaleve ujitse. Kryetari i Njësisë Administrative Dushk, Afrin Dedej, shprehet se mungesa e infrastrukturës së vaditjes ka vite që njihet dhe kanë të pamundur me fondet e veta të rikonstruktojnë tërësisht rrjetin e kanaleve vaditse. Por pritet realizimi prej një viti i projektit për rehabilitimin e kanaleve që do të financohet nga Banka Botërore dhe deri në zbatimin e tij, situata do të jetë e njëjtë. Shqetësimi atyre fermerëve është një shqetësim shumë i drejtë. Është një shqetësim realist që vërtet në këtë lloj temperaturash që jemi sot edhe nuk ka ujë për të vaditur. Ky lloj problemi ka afërsisht 30 vjet që njësia Dushk prej 1200 hektarësh që kanë nën ujë nuk vaditet. Nuk vaditën sepse ujti nuk vjen. Dhe arsye që nuk vjen ujti janë V4, që edhe është pastruar këtë vit, por sasia dhe prurjet e ujit nuk mund të përcjellën deri në Dushk apo në Zham. E dyta, sistemi i vaditjes në parcelat pothuajse ka degraduar krejtësisht dhe nuk funksionon. Pra lind detyrimisht nevoja që ashtu siç janë investuar nga Banka Botërore, nga projekte e Bankës Botërore, në 2 lotat që janë pjesën e MZQ-s, ashtu pritet dhe kërkohet që edhe të investohet edhe në njësinë Dushk për problemin e vaditjes. Ndjenjen time, ashtu siç e theksova edhe në fillim, është një problem që është domosdoshëm. Por me sa di, është një projekt i Bankës Botërore që flitet që nga shtatori do të funksionojë apo do të realizohet. Jemi në pritje të atij projektit që të zgjidhet një herë e mirë ky problemi. Digjet një banesë në fshatin Lalar në Fier. Policia dyshon nga shpërthimi një bombull e gazi. Zjarri ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Një banesë private është përfshirë nga flakët në fshatin Lalar të bashkisë Fier. Në vendngjarje kanë bërritur me njëherë 2 mjete zjarrfikse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. E zonja e shtëpisë Fiqerete Bregu tregon se si ra zjarri, ndërkohë që ka theksuar se fatmirësisht ka qenë ndërhyrja menjëhershme e fqinjve, ajo që ka mbajtur nën kontroll flakët deri në mbërritjen e shërbimit zjarrfikës. Unë isha brenda në kuzhinë gatova. Fika sobën, fika dhe aspiratori, edhe dola jashtë. Mora diçka këtu, kisha diçka nderur në tel, kryra brenda ndjej ertymi. Thashë mos e kam haruar tenxhere në plak edhe e dogja. E heqja te unë jo. Kur në moment mori flak kabulli e aspiratorit. Dhe shpërtheu flaka, mori njëra anë e kuzhinës, dola i thira kunatit, erdhi ky me këta nipit, vojtë kështu me kova me ujë, sa erdhi zjarrfiksja, se dhe ajo erdhi në kohë rekord nuk u vënua. A janë shkaktuar dëme? Po. Dëme, normale gjithë instalimi brenda ka dalë jashtë funksionit. Pompa e ujit jashtë funksionit. Soba jashtë funksionit. Shefi i shërbimit zjarrfikës të bashkisë Patos, Alket Halimi, ka pohuar se paraprakisht dyshohet se shkak mund të ketë qenë edhe një bombull e vogël gazi. Kemi marrë një njoftim para rreth 30 minutash dhe menjëherë është nisur grupi i shërbimit. Janë nisur 2 automjete nga bashkia Patos dhe 1 automjet nga bashkia Fierit. Është bërë një ndërhyrje shumë e shpejtë dhe ju siç e patë edhe vetë, dëmet janë minimizuar në maksimum, sepse në rast se shërbimi i zjarrfikës do vonohesh për të ardhmen e ngjarjes, do kishim një katastrofë dhe do ishte bërë do kishte marrë gjithë lagja, do kishte marrë zjarr. Në rastin konkret, dyshimet paraprake nga shërbimi i zjarrfikës, dyshohet se është mund të them një bombë e vogël gazi që zonjë e shtëpisë ka çuar atje dhe e ka harruar. Gjithsesi,
kur të mbarojmë ekspertizën në vendin e ngjarjes, do nxjerrim edhe konkluzionet nga se është shkaktuar zjarri. Përballë rasteve të shtuara të shpërthimit të bombulave të gazit në banesa, Halimi ka apeluar për të gjithë qytetarët që i përdorin ato të jenë të kujdesshëm. Dhe një thirrje të gjithë qytetarëve që përdorin bombula gazi që gatojnë në shtëpi janë shumë të vëmendshëm, të jenë shumë të kujdesshëm, atje ku i marrin bomblat ti marrin të kolauduara, ti marrin të certifikuara nga personat përgjegjës, pasi këto quhen bombla kampingu dhe nuk përdoren nëpër banesa se janë shumë të rrezikshme. Përdoren nëpër kampingje një hera për dy herë dhe gjithmonë duhen çuar te eksperti për të bërë kolaudimin e tyre. Pasi mund të shkatërroj pronën, mund të shkaktoj humbjen e jetës e të tjerë. Ndërkohë, ekspertiza e grupit hetimor do të zbardh shkakun e rënies së zjarrit, që fatmirësisht ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Tre persona konfliktohen në Patos, u godit me grushte nga babe bir 60 vjeçari, plagos me kaçavit 35 vjeçari. Në fshatin Zharrës në Patos, rreth orës 11 janë konfliktuar tre shtetës, ku si pasojë është plagosur me një mjet prerës kaçavid, një 35 vjeçar. Sipas informacionit të policisë, ngjarja ka ndodhur pas një debati për motive të dobta, ku janë përfshirë shtetasit AN 35 vjeç dhe N 68 vjeç, babe bir, të dy banues në Zharrës, si të shtetasi dhe G 60 vjeç. Nga hetimet e para rezulton se konflikti ka degeneruar në përplasje fizike. Shtetasi dhe N dhe i birja N kanë goditur me grushte shtetasin dhe G, i cili më pas ka reaguar duke plagosur 35 vjeçarin me një kaçavid. I plagosuri është transportuar menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa shtetasit dhe G dhe një shtetas tjetër MG ndodhen në ambientet e komisariatit të policisë ku po merren në pyetje. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të konfliktit dhe për verifikimin e përgjegjësisë penale të secilit prej të përfshirëve. 12 qershor 1999 është dita e çlirimit të Kosovës. Sot festohet 26 vjetori i hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë. Kosova feston sot 26 vjetorin e ditës së lirisë ose ditën e çlirimit të Kosovës. Më 12 qershor 1999, trupat paqëruese të NATO-s hyrën në Kosovë, duke shënuar fundin e luftës që la më shumë se 13.500 njerëz të vrarë, kryesisht shqiptar. Fushata bombarduese e NATO-s që zgjati 78 ditë përfundoi më 10 qershor 1999, pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurisë së Organizatës të Kombeve të Bashkuara, me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Në Kosovë u vendos administrata e përkohshme e OKB-s UNMIK dhe 50.000 trupa paqëruese të udhëhequra nga NATO-ja, në misionin paqëruetës që do të quhet KFOR. Për të siguruar paqe në Kosovë, ushtarët e parë që u futën brenda territorit të Kosovës më 1999 ishin pjesëtarë të ushtrisë norvegjeze dhe ato të shërbimit special ajror britanik, që u gjendën ballë për ballë me trupat e Rusisë, të cilët një ditë më parë befasisht kishin marrë aeroportin e Prishtinës me qëllimin e ndarjes së Kosovës. Me hyrjen e trupave ndërkombëtar u mundësua kthimi në shtëpinë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve, personave të zhdukur brenda dhe jashtë Kosovës, të dëbuar nga shtëpitë e tyre që po strehoheshin në kampe në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, si dhe largimin e serbëve nga Kosova. Nga ana tjetër, tërheqja e forcave serbe çoi në shpërnguljen e rreth 164.000 serbëve nga Kosova. 25 vjet pas hyrjes në Kosovë, numri i trupave të KFOR-it është zvogëluar dhe aktualisht në vend janë mbi 4.000 trupa nga 28 shtete të botës. Por në Kosovë kanë shërbyer rreth 500.000 pjesëtarë të forcave paqëruese të shumë vendeve që kanë siguruar lirinë dhe paqen në Kosovë. Një tragjedi ka ndodhur sot në Indi. Avioni me 242 pasagjerë humbi lartësinë vetëm pak momente pas ngritjes në ajër. Aeroplani Boeing 787 Dreamliner i kompanisë Air India me 242 persona në bord të përbërë nga 2 pilot dhe 10 anëtarë të ekuipazhit të kabinës, sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Aviacionit Civil, u rrëzua sot në aeroportin e Ahmedabadit pak minuta pas ngritjes. Sipas informacioneve, fluturimi duhej të nisej nga Ahmedabadi për në Gatwick të Londrës. Pamjet e frikshme nga toka tregojnë një re të madhe tymi të zi që del nga vendi rrëzimit, një zonë e banuar pranë aeroportit ndërkombëtar Sardar Vallabhai Patel në Ahmedabad, Indi.
Ekipet e emergjencës kanë bërritur menjëherë në vendngjarje. Platforma Flight Radar në një postim në X njoftoi: "Jemi duke ndjekur raportimet për rrëzimin e fluturimit të Air India. Sipas të dhënave tona, sinjali i fundit nga avioni është marrë në orën 8:08, pak sekonda pas ngritjes." Ministri i Brendshëm i Indis, Amit Shah, ka zhvilluar konsultime urgjente me autoritetet lokale dhe ka siguruar ndërhyrje të menjëhershme nga qeveria qendrore. Hetimet për shkaqet e aksidentit janë në zhvillim, ndërkohë që ende nuk ka të dhëna të konfirmuara për numrin e viktimave apo të lënduarve. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.